Për lëkurat e kurbanëve edhe si vjet nuk ka blerës, kështu që çdo xhamat duhet të organizojë menaxhimin e lëkurave dhe mbetjeve tjera të kurbanëve me qëllim që ta ruajmë ambientin tonë. Kështu thuhet në një komunikat të Myftënisë së Tetovës, ku bëjnë thirrje dhe këshillave të xhamive që të kujdesen për ruajtjen e pastërtisë gjatë festës së Kurban Bayramit. Në kuadër të komunës së Tetovës, në bashkëpunim me komunën dhe kompaninë Sauber Maher Tetov, pika grumbulluese e kësaj kompanie gjendet pas mullirit Tetov përballë EVN-s afër Ekurudhës, duke filluar nga 27, 28 dhe 29 maj, nga ora 12 deri 19. Në komunën e Zhelinës, Teudha e vjetër e Cerovës, pas Gjezu Petrollit, grope hapur speciale për hedhjen e mbetjeve nga kurbani. Në komunën e Bërbenicës, te stadiumi i Brionit në hyrje të fshatit Çollopek. Në komunën e Tearcës dhe të Bogovinës, aty ku kërkohet nevoja për groposje, shërbimet komunale do të jenë në shërbim të qytetarëve, thuhet në komunikatën e Myftënisë së Tetovës.